E për këtë kemi ardhur, ndaj le t'i përvishemi punës për të hequr magjinë e zezë që ka lënë Kostën beqar. Por më përpara duhet të kuptojmë dhojnë e magjisë. Ata kishin thënë kishin gjetur një 2 vezë në arën e tyre. Musa hëngra vezën, sa mirë që si mora këtu. Jo, bëre mirë që si more se pasaj do më akuzonjë edhe ti për magji. Kishin gjetur vezët në arën e tyre. Të zira apo kështu? Po se di bre, edhe i kishin çuar gjoja në ajo gruaja. 2 vezë, pa i qift pas ka qënë. Po, çifte bre, si ka mundësi që ka mbetur tek. Po si ka mundësi me vezë? Që simbolizon veza? Veza simbolizon që ju bën magjin që mos martohet ose të pije raki i bambe e t'i bie murit. Kam 2 kokra vezë që i mbaj në duar. Do të bëj magji, do le t'jem të pamartuar. Kjo është magjia e vezëve që terrorizoi një fshat të tërë. Ti ke vezë në shtëpi? Jo. Je sigurt se mos kanë qenë ato 2 kokrat e fundit që ke hellë te ara? Po, ato do kenë qenë. Në fakt ata kanë një hall të madh, se kanë djalin pa martu. Ndoshta ai prandaj ka pirë, nga që është i mërzitur dhe i ra murit. Murit mund t'i bie edhe me kokë. Po, ai ra me makinë. Ai ra me makinë. Edhe dëgjoj tash, ata mbase nuk janë mirë edhe nga mendja. Po ik vizitou, more. Ti do t'ja jepshe motrën. Fakt e kërkuan, po si u dhash. Edhe kjo një magji tepër e fortë anës për të larguar motrën nga Kosta. Prandaj kushërinjt këtu kanë të drejtë. Tani ata e kërkuan. Ju si aullat, tu ka nisë armisia. Ose i mora unë vezët, i hodha atyre, edhe i bëra magji që mos martohet Kosta. Ti se mamen mund t'i shqu kështu së nabull, ke marrë vezët, ke thënë 2 fjalë. Të kem kënduar në një gjë? Jo. Po me vezët që u hodhën tek toka çfarë u bë? Ta më duket i kanë gjetur pa thyer. Si t'ja bëjmë Kostas? Si gjen hyrë ndonjë nuse nga Tirana. Por magjia e vezëve nuk është e vetmja që përdor kjo grua. Si një magjistrisë e kualifikuar, ajo ka metoda tepër interesante dhe të frikshme për të bërë keq njerëzve. Ti këtu ke hap çarçaf të bardhë. Shtëpia është ajo bluja. Si blu? Jam çik kështu se një daltonik. S'ka gjë, e ke nga efekti magjisë. Pse çarçaf të bardhë dhe përballë komshive? Çfarë simbolizon? Po se di bre, ta gjeni ju. Ti t'ja qash hallin. Unë dua t'ja qaj? Po, he. Ti vën se ti qash hallin e le pa martu. Në ato moment, ndërsa po flasim me Anën, na vjen në mend një ide që mund të shuaj përfundimisht këtë konflikt të ashpër mes fqinjeve. Të prishim magjin dhe të martojmë Kostën. Da i përvishemi menjëherë punës. Përzihet fati Kostas, ti gjejmë nuse Kostas, ti gjejmë nuse Kostas, ti gjejmë nuse Kostas. Ata kanë qaj vetëm hallin e Bencit, se mos i ke bërë gjë Bencit ti, jo djali. I ka mërë Benci, unë Benci ra, edhe di unë tash e të menduar. Benci u prish. Pse u prish Benci? Benci do t'ja kesh fut në motor. Po, ja kam futur në motor magjinë. Si do qoftë Benci iku. Halli është nusja e Kostas. Prandaj duhet të vëzhgojmë me kujdes këtë magjistrisë të fshehur pas fytyrës së qeshur, e cila është më rrezikshme nga sa mendoni. Por le të shohim çfarë na thot Filxhani një herë. Tu është një simal, është bosh. Është rruga çukut çaf pllot që shem. Ne është bosh futë gishtin këtu me ndonjë dëshirë. Për këtë mendoj. Por Kostën jemi ne. Të martohet Kosta. Jo. Edhe këtë. Hajde këtu. Unaz. Do martohet. U zgjill magjia. U zgjill mendojmë ne, por për këtë na duhet të bindim edhe kushërinjtë e zemëruar, që shohin tek ana demonin e të gjitha të këqijave që u shfaqen. Për ta bërë këtë,